Ne do njerë harojmë mirësia të cilët na i ka dhonë Allahu, xhamia të cilët i kemi, qetësien që e kemi, rahatien që e kemi, kur kush nuk na pengon në adhurimin ton, në ezanin ton, në Kur'anin ton, në interpretimin. Duhet ta zgjedhish kur të shkojsh misafir dikon, ta përzgjedhish fjalën shka e thu. Në qoftë se dikush të ka bo mirë, mati fjalët dhe llafet kur i thue nga goja jote, mos po e ranon atë që të ka bo mirë, mos e lëndo dikan në zemrën e vet. Ne sot muslimanët ma shumë kujdesemi për muskullat, për teshat, për parfemin, ma shumë kujdesemi për veturën, për shtëpinë, për stazat, për zbukurimet, për kujdin e raftat, sendet, se sa mundomu të mbrojmë atë që kemi të mrençme. Mundomu të mbrojmë atë të cilën lunë ma shumë rol se sa veturën shka e ki, se sa shtëpinë shka e ki, se sa rrogën edhe punën shka e ki. Pejgamberi alayhi salatu wasalam para 1400 kusur viteve po kallzon se ti ki me punu, ama Allah ka me ta ngrit bereqetin, s'ki me mujt me dal. Shtrejtohen sendet për shkak vjedhjes. Dikush mendon veç vedhjen kile, vedhi është edhe me karticën tonde kur shkesh në punë, e kucat para kohë, del mas kohë, ja e pa ti kolegës, kucate se unë zvi nesër në punë, a qetri bandalavere në punë, a qetri vedh, a qetri mashtron, a qetri trahton. Allahu Gjelle Gjelaluhu veç e ban jetën më të vështirë dhe më të vështirë. Të dashurit e mi, Allahu te bareke ve taala në çdo popull, prej popujve prej Ademit alayhi salatu wassalam, deri te ky popull, ky ummet që ka emrin ummet Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ju ka dërguar kohë pas kohe, vend nga vendi ndryshëm, ju ka dërguar nga një pejgamber. Në momentin kur e ka pa Allahu nevojën që njerëzit kanë nevojë për mu eduku, Allahu ka dërguar mes misionar. Ka dërguar te bareke ve taala i modhi Zot pejgamber të përzgjedhur, një nga njerëzit që Allahu i ka përzgjedh për veti dhe i ka bon misionar të Zotit. Disa prej tyre Allahu ju ka dhon shpallje dhe ato kanë ardhur te njerëzit me shpallje, me libra. Shpallje fjalë të Allahu Gjellëshanu që i ka zbrit Zoti nëpërmjet Gjebrailit te pejgambert e vet. Disa prej tyre i ka bo pejgamber që t'i njekin enbia, që t'i njekin pejgambert me shpallje, por kanë ardhur për edukacion, kanë ardhur për edukim të gjeneratave, t'ja u tregojnë gjeneratave rrugën e drejtë nga ajo e shtrembët, punët e mira nga ato e të këqijat, ata që Zoti e don nga aja që Zoti e urejnë, atë të cilën Allahu Gjelle Gjelaluhu, Allahu te bareke ve taala, don me e pa nga ajo që Zoti Gjellëshanu nuk don me e pa. Dhe çdo popullit ja ka përzgjedh në mesin e atij popullit nga një që i posedon vërtytet më të larta, i posedon cilësitë më të mira dhe o shkon më i dallumi në mesin e njerëzve, e ka emëru pejgamber. I ka ra shpallja, ju ka dal Gjebraili përpara dhe i ka përgëzu me pejgamberllëk. Ndërsa tene, si ummet, tene ka ardhur më i miri i ketë pejgamberve. Ka ardhur Muhammed Mustafaja sallallahu ta'ala alaihi wasallami, imam i ketë pejgamberve të Allahut. Numrin e pejgamberve nuk e din askush, përpos Allahut te bareke ve taala. Allahu e lajmëroi Muhammed Mustafa në Kur'anin famëlar, tha: "Rusulan qad qasasnahum alayka min qabl." Tha: "O Muhammed, për disa pejgamber na të kemi tregu ti ki lajm për ata, edhe ki informacion. Wa rusulan lam naqsushum alayk." Dhe pejgamber që na nuk të kemi tregu ti hiç për ata. Po sipas rivajeteve dhe transmetimeve që gjinden në për kitabet e fejes islame, thuhet se mbi 124.000 pejgamber Allahu ka dërguar si përfaqen e tokës. Dhe ata të gjithë, ashtu si e ka lajmëruar pejgamberi alayhi salatu wassalam,
e kanë pas një mision, t'i thrasin njerëzit në adhurimin e të modhit Allah i cili është një, dhe të largohen nga çdo adhurim tjetër përpos Allahut. Pastaj ti udhëzon ky pejgamber në punë të mira dhe ti largon nga punë të këqija. T'ja u tregon rrugën e drejtë nga ajo rruga që është e shtremt. Dhe kjo ishte misioni i Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Ai gjithmonë kur u ulte me sahabët, punën e parë që ai e fliste ishte të adhurohet Allahu. Dhe për këtë i ka harxhu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një pjesë të jetës të madhe në Mekë, njihet si periudha e Islamit në Mekë, dhe krejt ajetet kuranore të cilët kanë zbrit në atë periudhë në Mekë kanë ardhur për njohshmërinë e të madhit Allah i cili është një. Ta adhurojnë Zotin një dhe mos t'i përshkruajnë Allahut shok. Pastaj kalon pejgamberi alayhi salatu wassalam në etapën e dytë në periudhën kur ai do të qëndroje në Medinë, dhe këtu fillon misioni Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam me çështjet e halalit dhe haramit, me çështjet e sendeve të lejuara dhe gjërave të ndaluara, dhe fillon edukimi i gjeneratave nga goja e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Abdullah ibn Omeri. Abdullah ibn Omeri është djali i Hazreti Omerit, që llogaritet një nga 7 më të dijshmit në fejen e Zotit që kanë taku, kanë mësu dhe janë eduku nga dora e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thot një ditë, po e transmeton ai një hadith të cilën e lexuam pak para, tha një ditë prej ditëve, thot aqbala alejna Rasulullah. Thot ashtu si ishmi pasi që e falem namazin, thot u kthi pejgamberi alayhi salatu wasalam me fytyrë ka ne. Dhe për atë arsye kamet që imami masi t'jape selam, pasi që thoje 3 herë astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, tebarekte ya dhal jalali wal ikram, të kthehet me fytyrë ka xhamatin, sepse pejgamberi alayhis salam e praktikon të shumë shpesh, u kthejke me fytyrë ka ato të pranishmit që ishin në xhami. Do të kthehet Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalami me fytyrë ka njerëzit, dhe do të fillon t'i mëson, t'i edukon, t'ju tregon sende që kanë domethënie të madhe në Islam, dhe ju tregon sende të cilët duhet t'i dije çdo musliman. Çfarë ishin ato sende që i tregoi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam? Tha ya ma'shara al-muhajirin. Tha o ju të cilët jeni muhaxher. Muhaxher është ai i cili braktis vendin e vet dhe emigron prej vendit vend në një vend të tjetër për hir të Allahu xhalleshanu. A është muhaxhir ai i cili ka shkuar në Gjermani me punu? Jo. A është muhaxhir ai i cili ka shkuar me studiu në Zvicër, në Arabi? Jo. A është muhaxhir ai i cili? Jo. Muhaxhir është ai i cili e braktis vend lindjen e vet, sepse nuk mund të adhuron Allahun të pastër, nuk mund të beson Allahun të lirshëm, nuk mund të praktikon atë çka e do Zoti. Ja ka ndaluar mbulesën, ja ka ndaluar Kur'anin, ja ka ndaluar ezanin, ja ka ndaluar xhamian, e ekzekuton, e torturon. Allahu thot ardi wasi'a, toka jeme është e gjanë, eja dhe emigro në tokën ku mundesh ta adhurojsh Allahun te bareke ve taala. Emigroi pejgamberi alayhi salatu wasalam prej në Mekë në Medinë me njerëzit të cilët kanë jetuar në Mekë me pejgamberin alayhi salam, e kanë pranuar fen islame, e lan shtëpinë, e lan vatanin, e lan pronën, e lan shka u tutën, jo, për hir të Allahut, për me e bo adhurimin të qetë dhe të pastërt. Ne dënjerë harojmë mirësia të cilët na i ka dhonë Allahu, xhamijat të cilët i kemi, qetësien që e kemi, rahatien që e kemi,
Kur kush nuk na pengon në adhurimin ton, në ezanin ton, në Kur'anin ton, në interpretimin, pastaj kërkojmë diçka që s'duhet me kërku dhe Allahu na i merr të mirat të cilët na i ka dhënë. Duhet të jemi falënderues te Allahu që Allahu na i ka mundsue që të jemi musliman në këtë vend të adhurojmë Allahun çashtu si e do Zoti Dhul Xhelal. Pejgamberi alayhi salatu wassalam pasi që i ka selam, ju pas ka kthi ashtu si na mëson Abdullah ibn Omeri, tha ju kthi me ftyrë sahabeve dhe i tha ja ma'shara al-muhajirin. Po pse nuk i tha ja ma'shara al-ansar? Ensart ishin ato të Medinës që i pritën edhe i stregun, edhe i nimun, edhe i vlëzrun, edhe qëndrun me ta, po i tha muhajirve. Me u bo me dija ative se na kina ardhë misafir të këto, duhet ta zgjedhish kur të shkojsh misafir dikun, ta përzgjedhish fjallën shka e thu, në qovë se dikush të ka bo mirë, mati fjallët dhe lafet kur i thue nga goja jote, mos po e ranon atë që të ka bo mirë. Feja islame e këshir atë shka është mbas kodrës, nuk e këshir atë shka është para kodrës, e këshir me vizion shumë të naltë, mos e lëndo dikan në zemrën e vetë. Porosi shumë e madhe, o ti musliman, o ti vllau jem musliman, mos e lëndo me fjalë dikan, se dënihere fjala shka del nga goja, është ma e ranë se sa shpata, është ma e dhimshme se sa plumi, është ma e keqe se fatkecia. Kujdes, se si i thu dikujna, ma ti fjalt dhe zgjedhi fjalit dhe si dhe kur dhe në çfarë mënyre duhesh t'i drejtohesh njerëzve. Ka dikush nuk e ban hesap, del nga goja e vet helm, del nga goja vet dhe shpërthen zjarr, hiç se ka gajle se ka ne ranon, hiç se ka gajle se kujna me çfarë fjale i drejtohet, ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasalam i thot këtive të Mekës, të cilët çndrun në Mekë, e di se edhe komi i thon fjalë të mëdha, te ato s'ka me u bë sebeb ato fjalë që ato me lujt, me luhat, por te të Medinasit, ata që ishin nga Medinja, këto fjalë ishin në atë kohë të rana. Para mendoje sot për neve si kanë me konë. Dëgjo mirë me vëmendje 5 porosit e pejgamberit a.s. Tha, o ju muhajir, tha, khamsu khisalin idhe ptulitum bihin. Tha, janë 5 cilësi, në qovë se Zotit tha ju sprovon, e ju godasin juve këto 5 cilësi, wa a'udhu billahi an tudrikuhun, tha dhe unë kërkoj nga Allahu që t'ju ruje Zoti mos të ballafaqoni me këto 5 cilësi. Ne sot muslimanët ma shumë kujdesemi për muskullat, për teshat, për parfemin, ma shumë kujdesemi për veturën, për shtëpinë, për stazat, për zbukurimet, për kujdin e raftat, sendet, se sa mundomu të mbrojmë atë që e kemi të mremshme. Mundomu të mbrojmë atë të cilën lunë ma shumë rol se sa veturën shka e ki, se sa shtëpinë shka e ki, se sa rrogën edhe punën shka e ki. Tha kërkoj mbrojtje, që kjo në banë me dije neve, që duhet të lutmi Allahun që Allahu në mbroje insha Allah nga këto 5 cilësi. E para, tha lem të dharil fahishetu fi qaumin qat, hatta ju'lanu biha. Tha nuk u ka shpërnda në për popujt e përparshëm, tha, amoraliteti, të një popull edhe ajo të dalet e dukshme të jetë, të shifët mesi, illa fesha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tha nuk ka dal, tha moraliteti, nuk ka dal sende të pamoralshme te një popull, e që Allahu mos t'i çoje atij popullit smuje që nuk janë konte popull të përparshëm para ative. Pash Zotin, për i Zot Allahit jam t'ju vetë, kur jemi konë që ka që të prisht? Kur jemi konë na që ka që të pamoralshëm? S'po du me dhonë emna të qyteteve të trojeve tona. Shkojnë ka 20 euro, 30 euro për me bon zina. Ashtu si na kalzon gjëmotit të tosh, 30 euro, 40 euro, zinaja bëhet filan venin. Subhanallah. Del qika pite shpia, del sikur me shku më ushqit,
baba nuk guxon me i thonë një fjalë. Dele reja për të shpia, e shminkume, e shtrëngume, e rregullume, e bome. Vjeri, a i plak i shpijës, nuk guxon edhe me këshirë, nuk guxon edhe një gjimë shkronje me a thonë se ja kalzojnë derën jëtë shpijës, për para akon me ta kalzu derën e shpijës, ta është ta kalzojnë derën e asaj shtëpijës pleqve. I thotë, mose që gje e ki funin, mose une i thamë burit tem, kusho buri vetë, djali që këti, zgudzon me folti, se si të vere burje me kall. Po, këto janë sendet të cilët janë prezente ne. Hinë në për shkollat, par dje lexova në një shkollë këtu të në Shkup, se mësusi, profesori, i ka largu 3 qika nga shkolla për kodeksin e veshjes, se si u ka vesh ajo, edhe si u ka shminku, e ka largu për mësimit, u ka ngrit pa di. Subhanallah, u ka ngrit pa di. Shka t'intereson mëre? Shka t'intereson? Po hajde po marrë mësim nga Evropa, hajde po marrë mësim nga Amerika, hajde po marrë mësim nga Zvicra, nga Australia. Ato kolegjet në thojza, shkollat që ka janë ma me emën edhe pozicion të lartë të dijes edhe kvalitetit, ka uniform të nxansave. Nuk mundet me shku që shdo ajo, nuk mundet të drejtohet të shtrëngohet të veshët që shdo ajo, po thamë se plot nga evladet e muslimanve nuk po shkojnë shkollë për arsim, po dijet për shka po shkojnë, po dijet edhe po shifet për shka ato janë të orientuna për ato objektet shkollore që janë vatra të sektorit edukativo arsimor. Po themi sektor edukimit dhe arsimit që sot lidhje hiç nuk ka. Na kemi këtu në mesin ton profesor të cilët janë profesor në për shkolla dhe ato e dinë se si janë gjendja e nxansave sot dhe nxanseve në për shkolla. Tha nuk është përnda të një popull, nuk del të një popull që kësi lloj cilësie që gratë e tyre edhe djemët e tyre janë dhonë pas amoralitetit. Po si, po problemo me qelë telefonin, shka del sefte? Dolin që të sene. Së është imbusht ajo bota e rjetit social për sulmet që janë ndaj muslimanëve të ri dhe muslimanëve të reja. Tha ka me ju arë smuje, vallahi janë të arës, janë të kalzu. Pasha Rabbul Aleminin, shkoj një pyt një mjekt, se sa smuje ka që vin nga 3 dhe 3 që ka po bojnë, e po kuptoni ju, shka du me thonë se s'po guxoj edhe ketë senet me i shpalos, e dini ju se shka ka ashtash, pasha Zotin, po në thirin neve në për shkurorzime, edhe hajde hoqë se s'po shkar, e gjalli po do me lon këtë nusën, nusja po do mu lon, mu dapi burit, pse ja ka gjetë videot edhe fotografia që ka bon, ajo apo ki me dikan apo me atë partnerin. Kemi ardhë në atë deregje, s'po guxojme edhe me fol. E dita, tha, walem jen kusul mikjale wal mizan, illa akhadhu bisinin, wa shiddetil me une, wa gjauru sultani alejhim. Tha, nuk shpërndahet vjedhja në për vag, vjedhja në për kantar, vjedhja në për litre kup, në për metre katror, vetëm se Allahu Gjellëshanu hukomi ju dërgu ative fukarallëk. Kanë mu shtrejtu produktet dhe s'kanë me mujt me kalu jetën e vetë dhe mujin me atë shka punojnë. Subhanallah, pejgamberi a.s. para 1400 kusur viteve po kalzon se ti ki me punu, ama Allah ka me të ngrit bereqetin, s'ki me mujt me dal, vjen një 20 kitë pankon, është shumë krize madhe, u ka shtrejtohen sendet për shkak vjedhjes. Dikush mendon veç vedhje në kile, vedhje është edhe me karticën tonë kur shkesh në pun, e kucat para kohë, del mas kohë, ja e pa ti kolegës, kucate se unë zvi nesër në pun, a qetri bandalavere në pun, a qetri vedh, a qetri mashtron, a qetri traston, Allahu Gjelle Gjelaluhu veç e ban jetën më të fështirë dhe më të fështirë. Edhe e treta, tha walem yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra min as-sama walawla al-bahaim lam yumtiru. Tha nuk do ta lojnë zekatin, mos ta japin zekatin, nuk e lojnë tha zekatin, nuk e japin do me thonë zekatin,
vetëm se ka më unal uj ti. Allah s'ka me që uj. Kriz po ka dunjaja sot për uj, ka kriz të madhe. Edhe ajo kriz po efektohet edhe te ne, po kemi problem, s'ka uj. Këtë po e diskutojnë ajo se depojat edhe magazinat e uj sjellësit kanë ra nërgjisët e poshtë. Keni kujdes të si argjojnë i kujnë, po kjo nuk është nga ajo se s'din të menagjojnë, nga ajo se e kanë nalë zekatin. Janë të nalë zekatin, ta japin sot, pasanik të zekatin, pasha Zotin e gjithësijës, nuk ka me pas fukarasi për faqen e tokës. Ku janë miliardat e pasanikve, ku janë milionat e milionerave, ku janë fabrikat, ku janë dërmarjet, ku janë bizniset, holdinget, nuk japin kur gjo. Allahu tha, mos t'jen tha kafshët, mos t'jen hajvanatët, Allahu nuk e shlon asni pik nga qielli shi. Dikush thot, mashallah, promëra shi, ajo nuk është për neve. Të nderuar vëllezër, ajo është rahmeti Allahit për hajvanatët, se ato mos të hekin se s'kan faj ato, nuk kanë problem ato me atë çka është prezente në mesin e njerëzve. Allahu nga mëshira e madhe për hajvanat e shlon shivin nga qielli. Dhe katërta, walam yanqudu ahda Allahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghayrihim fa akhadha ba'dha ma fi aydihim. Tha, nuk e prish një popull lidhshmërinë dhe besën që ja ka dhënë Allahut edhe të dërguarit të tij, vetëm se Allahu ka me ja uqu një dëshman që nuk ka prej popullit vet. Edhe ka me ja marr pidore këtë çka i ka. Këtë çka i ka. Ministrit shkun, komunat shkun, institucionet shkun, dhen ti merr, për shkak të asaj se ti besën e ke prish me Allahun. Ti atë besë që e ki me Allahun, e ke prish, e ke bo cope kaqore. Ti t'intereson këtë shka ka të boje me këtë sendet për pos me fejen e Allahut. Besën shka ja ki dhënë Zotit. Nuk mundët gjemot jem, nuk mundët ti me konë musliman, i sukseshëm, edhe me arrituran këtë dunja, veç me ditën e gjumon kjo në gjami. Së mundët more, besën ja ki dhonë Allahut se ti ki me adhuru Allahun, besën ja ki dhonë Allahut se s'ki me rejt, besën ja ki dhonë Allahut se s'ki me traftu, besën ja ki dhonë Allahut se s'ki me mashtru, besën ja ki dhonë Allahut se namuzin e që tërkujna s'ki me prek, besën ja ki dhonë Allahut se s'ki me hin kredit. Sa shpia nuk kanë arom të kreditit, hajtë kalzomni. Kështu apo ashtu kanë hinder i kredit. Po ajo është armitësi me Allahun xhaleshanu, një shembull prej shembujve. Po sa janë sendet që i kemi prish besën me Allahun te bareke ve taala. Ja kemi dhënë besën pejgamberit alayhis salam, as atë se kemi përfill. Vën njëri dhe thot ka thon pejgamberi, ai thot, "Lani be këto fjalë ka thon Allah subhanallahu elhamdulillah Allahu akbar." Lani to këto, lena ha njerëzit kanë shkuar në han. Po ato që kanë shkuar në han, kur kanë zbrit nga hana, fjalën e parë që e ka thon ai shkencëtari që ka shku atje në han, në qofë se ka shku në han, e ka thonë atje e ndëgjova ezanin. Dhe unë sot po dëshmoj, eshhedu en la ilaha illa Allah, wa eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluh, unë po e pranoj fejen islame. Shkencëtarët më të mëdhoj sot dunjat, që ti po dhu shkenca ka ec, ato po bolu musliman, e ti po bosh kur gjohiq. Ti po bosh pa gram njeri. Dhe e fundit o vlezër, ma lem tahkum e immetuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzala Allah illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum. Tha prijesit, që këtu është problem, prijesit e muslimanve, derisa ata nuk gjykojnë me fjalën e Zotit, me gjykimin e Allahut, me ligjin e të madhit Zot krijuesit e qiellit dhe tokës, Allahu Gjelle Gjelalu ka mi bo perishan, edhe ka mi bo me zveti ato më hangër. Po ju ves për i Zotë Zotit, sa partia i kena? Pak, plot, shka janë të bo? Janë të hangër njëni me qetrit, ki këti, o gjumaj,
Njerë nuk ungjën me thonë se na jena ketbe një popull, bre. Na jena ketbe për një qëllim. Na ketë flasim një gjuhë. Ki thot gjuha, i thot gjuha. A i thot komuna, ki komuna. A i thot ligji, ki ligji. Në fund, as njoni. Mos ju mashtroj, as njoni. Këtë lejt, Allahu e ka bohe për shkak ato se nuk dojnë mu bo musliman. Nuk dojnë mu bo musliman. Ani pse thojnë najna musliman. Po nga jeta e mërendshme, ato nuk dojnë me jetu si thot Zoti. A i si abuni e boshnjoki, kako shta kashe Kur'an të shkodas më muslimani. Pse? Me këshirë Kur'anin, pa i s'munët t'i bojnë 2-3 milion. Me këshirë Kur'anin, a i s'munët me bo gjithat objekte. Me këshirë Kur'anin, a i s'munët ta qoje gjallën e vetë Oxford, a gjë me studiun universitetet më të mëdhoja. Me këshirë si thot Kur'anin, a i duhet me pas veç një shpi, eventualisht një kërë të vogël. As duhet me i pas ato beneficionet, po pika i boni ajo, i boni nga jo Kur'ani. E Allahu për shkak se ato nuk dojnë ta pranojnë ligjin e Zotit. Dhe kur ti thësh diçka se ka thënë Allah, ai i kujtohet Allah veç kohën e votimeve. Veç kur të vere ta marrë votën tonde, që atëre i kujtohet Allahi edhe pejgamberi. Ta merë votën edhe 4 vetë, mësane nuk të përfili hiq. Allahu thot e boni që ata me zveti me u hangër. Me zveti, copa mu bo, këto janë 5 sende të cilët Allahu Gjeleshanu ja inspiroj Muhammed Mustafas dhe na i përceli i dashmi Zotit neve që të rumi mos jemi prej këtyre që mos dëvere si pasoj, si rezultat i asaj që na nuk e kemi ngu Zotin edhe pejgamberin a.s. të na vinë për 5 sende, 5 mira, 5 sende të këqia. Lusim Allahu Gjeleshanu, rinien tonë në Islam të udhëzon. Plegjve tonë të jep ymër gjatë, shëndet plot, të smuntit në për spitalet të shëron, të burgosurit pa fajshëm të liron, të idhnumt me zvetet të pajton, prijesit tonë, muslimanve, përgjithsi, të venit tonë edhe jashtë venit, Allah i t'i udhëzon, inshallah. Allah i në rrugë drejt, t'i drejton, ja Rabbel Alimin. Ne e lusim Allahun Gjeleshanu, muslimanët t'i bashkon. Ne lusim Allahun Gjeleshanu, muslimanët t'i forcon. Ne lusim Allahun Gjeleshanu, Jannatul Firdausi nasib na i ban. E kullu ma tasmauna wa astaghfirullaha li wa lakum, fa ya fawzal mustaghfirin, istaghfiru akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.